Qelin e kaltër janë shpërndarret, sot ka vetëm shpres. Shqipëria e lirë 100 vjet. Mbretre shëmbretje me shekuj për jet, prandaj buzë qesh, ti buzë qesh. Ardhmja e bukur që thrihet na pret, prandaj buzë qesh. Mbretre shëmbretje me shekuj për jet, prandaj buzë qesh, ti buzë qesh. Ardhmja e bukur që thrihet na pret, prandaj buzë qesh. Ne jemi bijtë e një legjende 100 vjeçare. Me një buzëqeshje shpërndajmë ret, me rrënjë në histori, me shpresë shohim nga e ardhmja. Ne si Alp Telekom jemi mirënjohës vendit tonë. Në vitin e 100 ofrojmë internetin 100 megabit me shpejtësinë e dritës. Ndje ukrenare, Shqipëri, e ardhmja është jona. Se yni është ky vend. Kompania e telekomunikacionit Alp Telekom shënon 100 vjetorin e themelimit të saj në këtë 100 vjetor të shtetit shqiptar. Përfaqësues të kompanisë të ftuar nderi morën pjesë në konferencën e mbajtur në Hotel Sheraton. Drejtues të Alp Telekom kanë theksuar se me kalimin e viteve, telekomunikimi në Shqipëri hyri në një epokë të re. Ata deklaruan se dihen të lumtur që kanë kontribuar në realizimin e ëndrrës së shqiptarëve dhe ato të jenë të bashkuar. Në një ceremoni madhështore, qindra të ftuar kanë festuar suksesin dhe hapat galopant që ka pësuar telekomunikacioni në Shqipëri, që nga dita kur u themelua administrata e telegrafës në 1912 e deri më sot për 100 vjet me radhë. Por në 2008 Alp Telekomi hyri në treg me një epokë të re, pasi lindi një bashkëpunim tepër i fuqishëm me Eagle Mobile. Në aktivitetin e zhvilluar ka marrë pjesë autoritetet më të larta shtetërore, presidenti i Çalik Holding, presidenti i përgjithshëm i Alp Telekom dhe i Eagle Mobile, drejtues të pushtetit lokal, deputet dhe personalitete dhe figura të tjera të shoqërisë civile. Ministri i Teknologjisë dhe Inovacionit Genc Pollo, gjatë fjalës përshëndetëse vlerësoi Alp Telekom si partneri më të rëndësishëm të qeverisë. Kryeministri i vendit Sali Berisha shprehu mirënjohjen ndaj themeluesve të parë të Alp Telekomit shqiptar, pasi ndihmuan në zhvillimin e shtetit të pavarur. Ndërsa kryeministri Berisha gjatë fjalës së tij pa mbështetjen e Alp Telekom nuk do të kishim një Shqipëri digjitale. Berisha shprehu bindjen se Eagle Mobile do ta çojë në teknologji më të madhe. Telekomunikacioni në Shqipëri ka pësuar ndryshime galopante, ndërkohë që në vitin 1921 u bë thirrja e parë telefonike në Shqipëri. Në vitin 1946 ishin vetëm 3 kanale telefonike që lidheshin me fshetet fshinje, ndërsa tani Shqipëria merr miliona minuta thirrje nga jashtë dhe Alp Telekom mbar 30 GB për sekond trafik interneti në ditë. Në vitin 2007, Alp Telekom ofronte vetëm 2000 kinja broadband, ndërsa tani ka arritur në 200.000. Ceremonia ka vijuar me prerjen e tortës si traditet çdo ditëlindjeje, dhe më pas të ftuarit kanë patur mundësinë të shohin nga afër ekspozitën, e cila përmbante të ekspozuara nga telegrafi i parë e gjerë tek teknologjia e iPadit. Kam kënaqësinë të ftoj të parë në këtë foltore drejtorin e përgjithshëm të Alp Telekom dhe Eagle Mobile, Dr. Orhan Gjoshkun. Honorable Prime Minister, Honorable Ministers, I nderuar Zoti Kryeministër, të nderuar ministra, të nderuar ambasador, të nderuar kryetar të bashkive, I nderuar Zoti Çalik, të nderuar të ftuar e miq. Është kënaqësi shumë e madhe për mua që gjendem në mesin tuaj. Kanë kaluar tashmë 100 vite që prej themelimit të administratës Alp Telekomit, më 5 dhjetor të vitit 1912. Ndërkohë, nuk e di nëse Zoti Lefnosi, I cili ka qenë themeluesi I kësaj administrate, do të kishte menduar që pas 100 vjetësh do të arrinim nivele të tilla të zhvillimit të teknologjisë. Başbakan Sali Berisha, I nderuar Zoti Kryeministër Sali Berisha, değerli bakanlar, të nderuar anëtar të kabinetit qeveritar, değerli belediye başkanımız, nderuar kryetari I Bashkisë Tiranës, değerli Arnavutluk milletvekilleri, të nderuar anëtar të Kuvendit të Shqipërisë, değerli Türkiye Büyükelçimiz, nderuar ambasadori I Republikës së Turqisë në Tiranë, değerli iş adamları të ve nderuar medya mensupları, të nderuar përfaqësues të biznesit dhe të medias, sayın hanımefendiler ve beyefendiler. zonja dhe zotrinj. Bugün burada bulunmaktan büyük gurur duyuyorum.
Ndihem shumë krenar dhe I lumtur që ndodhem sot këtu. Arnavutluk Devlet Kuruluşu'nun 100. yılını ve Alp Telekom'un 100. yılını bir arada kutlamakta bize ayrı bir onur ve gurur veriyor. Neve na jep nder, na jep kënaqësi fakti që festojmë në një ditë, festojmë së bashku 100 vjetorin e shtetit shqiptar dhe 100 vjetorin e kompanisë tonë Alp Telekom. Size hem Türkiye'den selam getirdim hem Çalık Grubu adına bu anlamlı günde nezdinizde başta Sayın Başbakan olmak üzere tüm Arnavutluk halkını kutluyor, tebrik ediyorum. Në radhë parë ju kam sjellë përshëndetjet më të mira nga Turqia dhe në emër të grupit Çalık ju përshëndes dhe ju shpreh respektet tonë. Firmamız ilk yatırımlarımızı 2006 yılında BKT'nin yönetimini banka ile başlattık. Investimi jonë I parë në Shqipëri si grup ka filluar në vitin 2006 me Bankën Kombëtare Tregtare me BKT-n. Bunu Alp Telekom'la devam ettirdik. Dhe këtë e vazhduam më pas me Alp Telekomin. O günden bugüne Sayın Başbakan Berisha'nın liderliğinde Arnavutluk çok değişti, gelişti. Dhe që nga ajo ditë dhe deri në sot edhe në drejtimin e kryeministrit Berisha, Shqipëria çok ndryshoi shumë dhe u zhvillua. Bu süreç içinde Çalık Grubu da Arnavutluk'ta ciddi yatırımlar yaptı ve Arnavutluğa ciddi manada katma değer sağladı. Dhe gjatë kësaj kohe dhe grupi Çalık investoi dhe solli vlerë të shtuar. 2007 yılında Alp Telekom'un özelleştirmesiyle aldığımız sorumluluğun hep bilincinde olduk. Ne ishim të ndërgjegjshëm për përgjegjësinë tonë kur privatizuam Alp Telekomin në vitin 2007. Günümüzde bir ülkenin geleceğini belirleyecek en önemli unsur her bireyin bilgiye kolayca ulaşabilmesini sağlayacak altyapıya sahip olmasıdır. Infrastruktura, ndërtimi I infrastrukture është themeli I ecjes përpara të një shoqërie, ecjes përpara të individëve që duan informacionin. Alp Telekom olarak en büyük amacımız Arnavutluğun en ücra noktasına kadar ulaşarak Arnavutluk halkına bilgi toplumu olma yolunda Sayın Başbakanların da politikası nezdinde ihtiyaç duyduğu teknolojiyi, hizmeti sunmaktır. Dhe si Alp Telekom ne punuam të çonim në çdo kënd të Shqipërisë teknologjinë, duke ecur kështu paralel edhe me politikën e shtetit shqiptar, me politikën e nisur nga qeveria dhe kryeministri. Genel Müdürümüzün de belirttiği gibi yaptığımız yatırımlar Alp Telekom'un çehresini değiştirdi. Ashtu siç tha dhe drejtori jon I përgjithshëm, investimet e kryera ndryshuan çehren, ndryshuan pamjen e Alp Telekomit. Eagle Mobile gibi dinamik bir GSM operatörü kurarak pazara yeni ürünler ve rekabet getirdik. Duke ndërtuar, duke themeluar një operatëri mobil që siç është Eagle Mobile, ne sollëm dinamizëm në treg. Son 5 yıldaki değişime, Arnavutluk'taki değişime, Alp Telekom'daki değişime gözlerinizin önden geçirirseniz Arnavutluğun ve telekom sektörünün büyük bir hızla geliştiğini görebilirsiniz. Në rast se do të shikoni dhe do të vreni zhvillimet e 5 viteve të fundit në Shqipëri apo në telekomunikacion do të shikoni ndryshimin dhe atë që ne kemi sjellë. Bu gelişimin en büyük aktörlerinden biri olmak bizi mutlu ediyor. Të jemi një ndër aktorët e parë të më të mëdhenj të këtij ndryshimi, neve na bën të lumtur. Sayın Başbakan Berisha, yoğun programımız içinde bize vakit ayırdığınız için bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizlere ülkenize yapmış olduğunuz bu görevinizde başarılar diliyorum. Aynı zamanda Arnavutluğun 100. yılını ve Alp Telekom'un 100. yılında bizlerle bugün bir arada kutladığımız için hepinize en içten teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum. I dashur zoti kryeministër, faleminderit shumë që jetët kohën dhe erdhët këtu sot. Faleminderit për gjithçka që keni bërë dhe për mbështetjen që keni dhënë. Ju urojmë suksese në punën tuaj dhe kam kënaqësi të falenderoj të gjithë miqtë që kanë ardhur dhe t'ju uroj ata për këtë festë të madhe të Shqipërisë. Zoti kryeministër, kolegë ministra dhe deputet, zoti ambasador, zoti kryetari I Bashkisë Tiranës, zoti Çalık, kryetari I bordit të Çalık Holding, zonja e Zotrinj, vërtet që 100 vjet përpara, me siguri që ministri I parë I qeverisë Noli, Lefnosi, nuk do kishte imagjinuar që do ndodhte 100 vjet më vonë. Administrata e tij ishte krahasimisht më e madhe ndër të mëdhat, ndërkohë që një shekull më vonë
Posta Shqiptare është një shoqëri aksionere, ndërkohë që telekomunikacioni jepet nga operatorët privat. Por ky nuk është as pak ndryshimi kryesor. Sot, këto ndërmarrje, këto industri kanë transformuar në gjithë botën, por sidomos në vitet e fundit në Shqipëri, jetën e çdo njeriu. Përmes një penetrimi të jashtëzakonshëm, më të lartë në Europë dhe përmes shërbimeve të reja, cilësore, gjithmonë më të mira dhe për fatmirë me çmime në ulje në vitet e fundit, këto kompani kanë mundur të lidhin njerëzit, të lidhin shqiptarët me tyre, të lidhin shqiptarët me botën në një mënyrë që ka qenë e pa imagjinueshme, jo vetëm për ne, po edhe për globin 10 apo 25 vjet më parë, por që po diversifikon dhe po ofron edhe shërbime të tjera. Së bashku me Eagle, kompaninë mobile, së shpejti përgatitet të aplikojë telefoninë në 3G, në gjeneratën e tretë. Dhe ne përpiqemi që përmes këtij partneriteti me Alptelekomin dhe Eagle-in dhe me kompanitë e tjera, vërtet sjellim një ndryshim në Shqipëri, duke adoptuar legjislacionin më të mirë, rregullimin që siguron konkurrencën, po mbron edhe konsumatorin, duke rritur fuqinë punëtore të kualifikuar në fakultetet e teknologjisë, informacionit dhe inxhinierisë e lidhura me të, dhe sidomos duke çuar të gjitha shërbimet qeveritare me një shpejtësi të madhe online, në mënyrë që ato të jenë efikase për përdoruesit, qoftë ky qytetar i thjesht, qoftë ky biznes, qoftë një agjenci tjetër shtetërore, por dhe eficiente, duke kursyer kohë dhe duke kursyer para. Dhe në këtë mënyrë besoj që mund ndryshojmë shumë për më mirë jetën e çdo individi, mundësitë e çdo kompanie, përpjekjet e secilit për të ecur drejt lumturisë, për të cituar një fjalë për kace dhe kështu me radhë. Dhe këtë e bëjmë gjithmonë në partneritet me sektorin privat, këtë e bëjmë përmes marrëdhënieve shumë të mira që kemi edhe me Alptelekomin, si një ndër kolonat e industrisë së kësaj fushë në Shqipëri, cilët përzemërsisht i urojmë 100 vjetor të lumtur bashkë me shtetin shqiptar, e ka shoqëruar atë, si dhe 100 vjet tjera, po kaq të lumtura dhe suksesshme. Ju faleminderit. I nderuar zoti Pollo, zotëri ministra, deputet, i nderuar edhe i dashur mik Ahmet Çalik, presidenti i grupit Çalik Holding, i nderuar zoti Çaskun, zoti Xhixho, të dashur punojës të Alptelekomit dhe Eagle Mobile. Është një nder i veçantë për mua. Ju uroj ju në këtë përjetor, ju uroj 100 vjetorin e themelimit të sipërmarrjes dhe shërbimit tuaj. Ju uroj suksese, gjithnjë e më të mëdha. Por sot është një rast për mua të përulem me nderim të madh para atyre grave dhe burrave që themeluan Alptelekomin e shtetit shqiptar 100 vjet më parë. Të përulem me nderim dhe të shprehim mirënjohjen tonë ndaj atyre qindra punojësve të asaj kohe, që me shpejtësi të madhe shtrin në mbar vendin linjat e telekomunikacionit në një vend ku autostradat më të gjera ishin rrugët e qerreve dhe në tërësi sistemi rrugor përbëj nga shtigje mushkash, ata në terren më të vështirë, në kushtet më të vështira, i dhanë Shqipërisë së pavarur infrastrukturën e parë moderne dhe ndikuan në këtë mënyrë me vendosmëri të madhe në konsolidimin e shtetit pavarur shqiptar, pavarësisë së këtij vendi dhe zhvillimin e tij. Por është një rast për të shprehur mirënjohjen time, falënderimin tim ndaj presidentit të grupit Çalik, Ahmet Çalik,
bashkëpunëtorëve të tij në drejtim të Alp Telekom dhe Eagle Mobile për dimensionet e reja që i dhanë telekomunikacionit shqiptar në një harë kohor të shkurtër. Vetëm pak vite më parë, penetrimi i internetit në Shqipëri ishte ndër më të ultit në botë. Ishte gjithsejt 4.8%. Qeveria për të kapërcyer këtë prapametje të madhe përcaktoi si projekt të parë madhor shtrirjen e internetit në çdo shkollë, pa mbështetjen e fuqishme infrastrukturore, pa përkushtimin e kompanisë Alp Telekom, ky projekt nuk do mund të realizohej. Me këtë projekt ne shënuam hapin e madh të parë shumë të rëndësishëm në drejtim në Shqipërisë digjitale. Por Alp Telekomi dhe Eagle Mobile udhëhoqen, do të thosha unë, vendosmërisht procesin e liberalizimit të mëtejshëm të tregut në përputhje me reformat e kësaj qeverie. E drejta e informimit është e drejta për të vërtetën e qytetarëve. Pra, është një drejtë themelore, e drejtë e cila mund të gëzohet vetëm nëpërmjet një sistemi të fuqishëm telekomunikimi. Në këtë kontekst, gjatë këtyre viteve, Alp Telekom dhe Eagle Mobile ka dhënë një kontribut shumë të madh në zgjerimin dhe konsolidimin e kësaj të drejte. Alp Telekom dhe Eagle Mobile kanë ofruar gjatë këtyre viteve shërbimet ndër më cilësoret konsumatorëve shqiptarë. Së fundi, Alp Eagle Mobile ka marrë licencën e 3G. Unë jam i bindur se ky sistem së shpejti do të kalojë në sistemin 4G në teknologjinë më të avancuar të kohës. Unë e njoh Ahmet Çalik, një sipërmarrës që rënë në një marathon të pandalshme drejt kufive të reja të teknologjisë, inovacionit dhe zhvillimit. Këtë pasion, këtë përkushtim, ai e ka demonstruar dhe në Shqipëri, që është bërë de facto dheu i tij i dytë. Edhe njerë, ju uroj gëzuar këtë 100 vjetor, ju falenderoj me shumë mirënjohje, ju zoti Çalik dhe të gjithë bashkëpunëtorët tuaj në Shqipëri, në sistemin e Alp Telekomit dhe Eagle Mobile. Gëzuar.